Qeveria ka shkelur kriterin ligjor në tender, kriter që vete kishte vendosur, sipas të cilit u përcaktua se firma më e favorizuar në garë do të ishte ajo që do të kërkonte më pak fond rimbursimi nga qeveria. Ndërkohë, Edi Rama shpalli fituese kompaninë turke dhe pse ka kërkuar 600.000 euro më shumë fond rimbursimi se sa operatori tjetër në garë. Taksa e re 10 euroshe e Edi Ramës ndaj shqiptarëve është jo vetëm e padrejtë, por është e vendosur mbi një aferë ku haptazi është shkelur ligji dhe konkurenca. Qytetarët janë me të drejtë të revoltuar nga taksa Rama për rrugën e Kombit. Partia Demokratike përkrah qëndrimin e qytetarëve dhe ne i sigurojmë shqiptarët se do ta anullojmë këtë koncesion sapo të marrim përgjegjësinë e drejtimit të vendit.